Mirë, jemi në pjesën e dytë të MCN Informacion, sikur se thashë dhe më herë do të flasim për politikë, janë numëruar tashmë mbi 95% të kutive të votimit dhe rezulton se Rama kryeson me 82 mandate, ndërsa koalicioni opozitar është kurur me 52 mandate. Për të analizuar më shumë mbi arsyet që çuan në humbjen e opozitës, ne do të zhvillojmë një bisedë me gazetarët Kasrio Çipi dhe Armand Plakaj që na bashkohet pas pak. Zoti Çipi, faleminderit që këtu e fillojmë së bashku bisedën derisa Zoti Plakat na bashkohet. Cilat janë arsyet e fitores kaq të thellë të Ramës dhe gabimet që bëri opozita? Në radhë parë, sistemi është sistem i projektuar, i dizenjuar për të favorizuar partinë e parë. Qartazi, nëse shohim rezultatin e votës popullore, Partia Socialiste merr një mandat deputeti për mesatarisht 9.100 vota. Partisë Demokratike që është e dyta i duhen 9.500 ca më tepër, mund t'i duhen dhe 10.000 në fund, do të shohim, se numërimi vazhdon. Ndërkohë që e treta në listë, Nisma Shqipëria bëhet, me 52.700 vota merr vetëm një mandat. Që këtu sistemi tregon që është i padrejtë. Do me thënë ati të parit i duen 9.000 vota për një mandat deputeti dhe unë që jam e treta po themi 52.000. Raport shumë i drejt. Po, sepse e para kemi njërë ndarje në 12 qarqe që deformon rezultatin. E dyta kemi një metodë numrimi që nuk flet opozita, për që e ka miratuar vetë, që është metoda dhond, që është një lloj formule matematike e dizenjuar për të diskriminuar partitë e dytë e më poshtë në renditje. Dhe a jep favorin partisë që dele para. Pra, me këto vota që ka marrë Partia Demokratike, në një sistem të ndershëm proporcional, do të kishte jo më shumë se 72-73 mandate. Ka 82. 10 ja ka dhënë sistemi të cilin e ka miratuar edhe Partia Demokratike. Pra, kur të flasim për manipulim zgjedhjesh, ta ndajnë blerjen e votës, nga vjedhja e votës, dhe nga vjedhja me ligje votës. 10 mandate, Rama në i vjedh me ligjneve. Po pse nuk flet opozita? Sepse opozita është e gatshme të rinë opozit, bollë që mos ndaj pushtet me partitë e vogla. Kjo është marrëveshja 34 vjeçare në Shqipëri, me përjashtim zgjedhjeve të para që nuk ka pasur marrëveshje, në vitin 91, për forcë të gjërave ne shkuam me atë njëjtin sistem zgjedhor që kishim pasur në komunizëm dhe votuam me majoritar në 250 zona. Çdo sistem tjetër në thelb apo me elemente veçantë që janë ndryshuar rrugës, është bërë në marrëveshje midis dy partive të mëdha dhe është bërë për të dëmtuar partitë e vogla. E kuptoj. Sepse të dyja kanë gjykuar që më mirë të jemi një herë unë, një herë ti, se sa ta ndajmë të tretët. Po kjo lloj marrëveshje që ju thoni, zoti Çipi, a mos ndoshta demoralizon dhe dëmton opozitarët e vërtet? Ata që vërtet të paktën në këto zgjedhje kanë investuar, kanë menduar se do të vinin në pushtet. Po cilët quhen opozitarët e vërtet? Dhe kanë besuar, duhet flas për ndoshta besnikët e Partisë Demokratike. Po patjetër që dëmtojnë edhe ata. Jo të zotit Berisha, Partisë Demokratike, doktrinës demokratike dhe bindjeve. Patjetër që janë të dëmtuar. Shiko, nëse nuk do të ishte ky sistem zgjedhor, ne në këtë moment që flasim nuk do kishim parti qeveri me një ngjyrë partijake, me person. Sepse me 48% votave që ka marrë para 4 vjetësh Rama nuk e bënte dot qeverini vetëm. Do të kishte 48% mandateve. Dhe do t'i duhej patjetër koalicion me parti të tjera. Po minimumi me Tom Doshin. Minimumi me socialdemokratët. Pra, ky sistem ka filluar të deformojë votën që në miratimin e tij në 2008, zgjedhjet e para të 2009-s e prodhoi një deformim vote dhe vazhdon ta thellojë këtë deformim të votës dhe më keq do të jetë në 2029. Nëse nuk ndryshohet diçka urgjent një orë më parë, jo vetëm në planin e sistemit edhe të rregullave të numrimit të mandateve, por edhe në skakirën politike, Rama pas 4 vjetësh do të marrë 94 mandate. Aq sa që duhen për të ndryshuar kushtetutën. Ju e thatë që është pjesë e kodit zgjedhor, miratimi që u bë nga të dyja palët, pozita dhe opozita. E sistemit që është bërë me kushtetutën 2008. Pra, ndarja proporcionale në 12 qarqe dhe sistemi proporcional janë vendosur me kushtetutë në vitin 2008. Ndërsa në kod zgjedhor është metoda e ndyrë, e poshtër e llogaritës si quhet metoda dhond. Po kjo nuk lidhet me përçarjen e opozitës flashumbja, pra pa aftësinë e saj për të mos u freskuar, për të mos prezantuar figura të reja, ndoshta me më shumë integritet, figura që mund të jepnin më shumë besueshmëri
gjithë qytetarëve. Po, dakor, tani që folëm për sistemin, mund të flasim edhe për çfarë ka bërë Partia Demokratike dhe opozita në tërësi. Defekti parë është që ne kishim partitë të vogla që vërtet diskriminohen nga sistemi, po e dini që do diskriminoheshin nga sistemi, dhe një parti të madhe në opozitë që është Partia Demokratike që bëri aleancë me ca parti, por nuk bëri me ato që duhet bënte. Me këto që sot rezultojnë që janë nga 2.000 deri në 52.000 vota. Për mua kanë fajtë dyja palët, sepse nëse ata, pra këto partitë e tjera, nuk donin Berishën kandidat për kryeministër, Partia Demokratike duhet të jepte këtë koncesion për hir të një fitore në zgjedhje. Nga ana tjetër, këta 6 apo 7 partitë të tjera treguan pa aftësi për të bërë një koalicion ata vetë. Sepse nëse do kishim Partinë Socialiste në një krah, koalicionin e Partisë Demokratike në krahun tjetër, dhe një koalicion të gjitha forcave alternative, prap firoja e votës do të ishte më e vogël. Do të kishin marrë më shumë mandate deputetësh partitë e vogla të gjitha së bashku, se sa duke hyrë veç e veç të gjithë. Problemi që kemi ne me sa duket si shqiptar, tipik i karakterit tonë, është individualizmi. Ne nuk bëjmë ekip. Pra, si një parti e vjetër që e ka privatizuar kryetari që është zgjedhur ndoshta dikur me vota para 20 apo 30 vjetësh. Se themi për të partitë e mëdha, po dhe partitë e vogla me të njëjtët kryetar janë që në themelim. Si partitë e reja që duhet sillin një model tjetër, tregojnë që janë parti lideri, nuk janë parti grupi. Që lideri vendos dhe ti faktikisht zgjedh ose nuk zgjedh lideri. Jo rastësisht ne nuk bëjmë lapsus në gazetarët që themi lapaj nuk themi Shqipëria bëhet. Themi agronshej, nuk themi mundësi. Pra identifikojmë partinë gjithmonë me kryetarin e partisë. Sistemi bën efektin e vetë, sistemi të detyron të flasësh për liderin, se liderin do zgjedhësh. Nga ana tjetër, edhe liderët sillen njësoj siç janë sjellë përpara 30 apo 40 vjetësh. Si pronarët e partive. Po, sillen si bajraktar, duan të imponojnë gjithë tjerëve. Faleminderit zoti Pllaka që jeni këtu. Përshëndetje. Ose më saktë dua t'ju pyes, e kishit menduar ju që Partia Socialiste do të kishte këtë lloj rezultati dhe pse ky rezultat? Për faj të opozitës, të fragmentarizimit të saj, të mos organizimit, apo ka faktorë të tjerë? Se parë një, absolutisht nuk e kisha menduar me këtë rezultat. Maksimumi sigurisht mendoja, ose Pasë Rama se ka ditur këtë. Kisha në mendje projekcionet tilla që... 78, maksimumi 88. 82, asë Rama se ka... Madje kam dyshuar nëse Rama në ato projekcionet që bërit e që mund të quhet. Memorandumi i Kuçit. Memorandumi i Kuçit. Ndoja janë ato efektet elektorale, pra do të mobilizoj elektoratin, sidomos kuptohet të vetët, por duke ja lejuar vetes edhe një lloj, le të themi, blofi, sepse nesër pas nesër, pas zgjedhjeve, mund të kishte drejt tonë, unë nuk jam profet, por e parashikova fitoren e PS-s, po kurse si me ato rezultate, sepse u mendua, sidomos ndërsa fliste me atë marzhin 78-88, duke diçka shumë e tepruar. E në fakt, ja ku jemi sot, me 82 mandate, madje mund shkojë edhe 83, mund themi që ka një profet i vërtet, nëse do flisim këto terma. Por, kuptohet, për të kaluar të pyetja juaj e dytë, janë një sër faktorësh që sollën këtë realitet, dhe duaj një analizë gjatë, por më kryesorët mendoj që janë vetë forca që ka çdo parti, e cila udhëheq tashmë për kaq vitesh, pra jo vetëm ekzekutivin, po pothuajse të gjitha pushtetet në vend, sepse kuptohet, një rol të madh luan edhe pushteti vendor, gafe madhe ka qenë atë kohë braktisja e ndenjësve në kuvend, por edhe e zgjedhjeve vendore, pra edhe pushtetet vendore. Nga ana I referohesh Bashës edhe po ato tashmë janë të shkuara, ndodhen rollën shumë ujëra, ndodhen ato që ndodhen. Mendoni që është reflektuar në këto zgjedhje veprimet që janë bërë para disa viteve marshkas nga kjo, qoftë edhe nga djegja e mandateve, mos pjesëmarrja në zgjedhjet lokale, e kanë sjellë në këtë pikë opozitën në të rësi? Është reflektuar vetëm në një aspekt, me çka kam vënë re. Pra, braktisjet parlamentin nuk do ketë më kursesi, dhe e gjitha ajo që ndolli, mendojën pa drejt, ju vesh vetëm Bashës, ndërkohë që ka qenë, le të themi, një vendim kolektiv dhe absolutisht pa dijenin e Berishës nuk mund bëhet diçka e tillë. Në këtë aspekt ka reflektuar, pra nuk ekziston më çfarë do të ndodhi tashmë, s'besoj se do shohim ndonjëherë braktisjet parlamentit në mënyrë konsensuale, pra nga PD-ja dhe aleatët siç ndodhin në atë kohë.
Kurse në elementet e tjerë do shohim se koha do të tregojë nëse do ketë reflektim të vërtet apo jo, duke filluar që nga dorëheqjet e leadershipit lart, por nga ana tjetër sigurisht se ju thash duhet të nështrohet një analizë të thellë për të parë në mënyrë vertikale të gjithë problemet që shoqëruan këtë Zoti Berisha realitet. ishte sot në konferencë shtypi, besoj e ndoqët, atë që çfarë deklaroi, dhe ajo që ndoshta bënte më shumë përshtypje është fakti që nuk u përmend nëse do të respektonte statutin për të kërkuar një mocion besimi apo mosbesimi për të vijuar drejtimin e Partisë Demokratike, dhe nga ana tjetër njoftoi ose më saktë kërkoi në datën 16 një protestë të opozitës në një ditë kur është një nga ditët e rëndësishme, po themi, për Shqipërinë, ku mbahet samiti i liderëve evropian në vendin tonë. Unë besoj se ka dhe ndoshta edhe një ndryshim strategjie, po të vini re ju, diku e lexova, ndoshta ka kaluar pa vëmendje, po PD-ja nuk është se mburrej, po theksonte faktin që ne su bëm pengesë për zhvillimin e këtij samiti, edhe pse s'do kishim ndikim, edhe sikur, sepse s'mund ta sabotonin dot. S'ka se si. Por donte të theksonte faktin që ne jemi konstruktiv, ne jemi për rrugën europiane të Shqipërisë, ne nuk bëjmë atë që ka bërë PS-ja dikur me ne. Dhe duke bërë këtë protestë pikërisht në ditën e samitit, besoj se po bën të kundërt në asaj që tha para. Megjithatë, kjo hyt tani tek strategjia post-elektorale e PD-s, madje është hapi i parë, sepse jemi në hapet e parë të post situatës, pra post votimeve. E shoh që Berisha, domethënë, do vazhdoj me atë mendësi që ka pasur gjithmonë me protestat. Sigurisht që ka dhe shumë arsye për të parë duhet pritet raporti tjetër i OSBE-dit, i cili me të pat drejt, me zhvura re, sidomos dje direkt pas konferencës shtypit, u sulmua ndërkohë që duhet duart trokitur, sepse aty u adresuan realisht problemet. Mos prit nga OSBE-ja thot kaq bardhëzi pranojnë zgjedhjet apo nuk pranojnë zgjedhjet. U adresuan shumë probleme, u tha dhe fakti që nga zgjedhjet e kaluara apo të fundit deri në zgjedhjet e sotme, akoma kemi probleme të pazgjedhur nga ato që ishin adresuar më parë. U vu në dukje përdorimi i padrejtë resurseve të administratës publike, u vu në dukje, sikurse e vutër e besoj, edhe nga ambasadori Zanier, pra, u vu në dukje shumë elemente, në fakt, po edhe rasti i fundit 2 ditë përpara zgjedhjeve, para votimeve, në fakt, në fund të fushatës, hapi i ekzekutivit, Rama, me atë amnistin, e cila normal shihet si një shkelje e kodit zgjedhor, po sigurisht që pastaj a u mor shënim nga KQZ-ja e tjera, të gjitha këto Berisha do ketë rast, siç ka bërë zakonisht, ti shfrytëzoj, ti theksoj, po unë mendoj që nëse nuk mendojnë seriozisht për dorëheqje të leadershipit, reformim të thellë partisë, pastaj kjo shoqëruar edhe me kërkesa tjera, sepse është puna çfarë do bëhet në këtë legjislaturë me këto që janë, me këto 51 apo 52 deputet. Do bëjnë diçka për t'i çuar gjërat përpara, apo thjesht do shohin, domethënë, interesin momental personal. Nga listat e mbyllura do shohin interesin personal dhe do i friksojnë faktit a do jenë nesër sërish prap në listat mbyllura nëse do vazhdojmë kështu. Jam me atë që dëgjova që para edhe nga kolegu. Duhet një reformim të thelbësor gjatë këtij mandati i kodit zgjedhor, i ligjit zgjedhor, për të zhbërë ato që u mbollën në 2008. Po, e tha edhe zoti Çipi, mendoni që ka vend kjo protesta pikërisht? Protesta më duket se bëhet për të mbrojtur pozitën e Sali Berishës brenda Partisë Demokratike. Është një skenar që e kemi parë rregullisht me Lul Bashën, sa herë që humbte zgjedhjet, thoshte nuk i njoh zgjedhjet, dhe nuk mund të kritikosh mua, thoshte edhe të vetëve se atëherë pranoj që i ka fituar Rama zgjedhjet, qofse do kërkosh dorëheqjen time. Të pranoje që kishte fituar Rama zgjedhjet, ishte të shpallesh armik në gjirin e PD-s, sepse duhet të thoje patjetër ato që thoshte kryetari që zgjedhjet janë vjedhur. Gjë që janë dy gjysmë të vërteta që nuk përjashtojnë njëra tjetrën, që Rama vjedh kjo dihet. Por Timur Zotri, kur i more me të drejtë, me luftë të brendshme fronin Lul Bashës, po flasë për Sali Berishën, dole dhe the, Neni Basha në statut, kryetari largohet pavarësisht kontestimeve për rezultatet zgjedhore. Dhe u talle se the Lul Basha nuk e ka bërë këtë, tani ti pse se bën? Ku ndryshon ti nga Lul Basha atëherë? Se dhe Lul Basha këtë bënte. Mos keni merak, i kemi fituar zgjedhjet, do hymë zgjedhje.
Baron dhe procesi i votimit. Ta merr një vesh që sot Rama s'është më kryeministër. Fal jush keni fituar, këndoi himni, fillon të torta, fishekzerët në selinë e PD-s, pas 3 ditësh thoshte i vodhi, do bëjmë protesta, do i çajmë gomat, do thyejmë xhamat. Qofse PD-ja, tash mos merrem me Berishën. Berisha ka punën e vet, siç kishte edhe Luli punën e vet. Nëse antarësia do të vazhdojë me këtë kurs, le të vazhdojë, do të shkojë drejt zhdukjes si parti. Kaq mund të them. A mund të bëjmë dot një analizë sociologjike të shqiptarëve? Çfarë tregon kjo votë masive ndaj majorancës, e cila ka 12 vjet në pushtet, kur në krahun tjetër një sër figurash edhe të larta politike të majorancës janë të arrestuar për korrupsion, janë në hetim për korrupsion, janë në paraburgim për korrupsion? Si logjikojnë shqiptarët në këtë drejtim? Në radhë të parë, nëse shitet vota, e shet një njeri që duhet të plotësoj 2 kushte. E para ti i varfër, ti të nevojtar për ato 100 euro apo sa i japin, dhe dyta të mos ketë shpresë. Për këtë dytën ka faj opozita. Qofse ti nuk më zgjon shpresë, unë them më mirë po i marr këto 100 euro se unë i varfër që i varfër do jem te 4 vjeçarin që vjen. Po sa mos ngelim pa gjë. E parë. E dyta, kjo që bën PD-ja, që vazhdimisht thot pensionistët i bleu me bonusin e pensioneve. Personat që punojnë në sektorin publik që janë rreth 180.000 bashkë me familjet i mbanë në presion. E para njerë, ku e ke provën ti që çdo njeri që punon në sektorin publik, pra çdo mësues, mjek apo punëtor pyjore, ka bindje të Partisë Socialiste. Voton për Partinë Socialiste. Nuk është e provuar. Po s'ke se si e provon. Si i thyen ti të gjithë pensionistët që kanë të gjithë votues të Ramës, që i pas ka blerë Rama me bonus. Kur Partia Demokratike në këto 12 vjet që ka humbur zgjedhje ka bërë një analizë dhe ka thënë ne kemi gabuar për këtë gjë? Asnjëherë. Nuk pranon kjo parti kritika, as autokritika. Fajin e ka hiqur vjet, ne s'kemi faj, ne jemi të mirë. Po mirë më të shtroj pyetjen. Jeni parti e djathtë? Mos e le të vjetë, pra, angazhohu. Do zotit Plakat kisha në një deputet Partisë Demokratike tani. Edhe thoje, jeni parti e djathtë? Kur jeni parti e djathtë, pse keni frikë të identifikoheni me Trumpin? Se nga një anë thoni jemi trumpist. Nga në tjetër thonë jemi me Mercin. Po Trumpi nuk është me Mercin, me Kristian Demokratët në Gjermani. Kështu që ti nuk mund t'i jesh një këmbë dhe një këmbë këtej. Tjetra gjë, më del të moralizotin në fushat edhe fillon ato patetizmet e vjetra, do të bide komunistëve, kemi mundur e rituaj dhe me cilët bi komunistës që ka fjallin e. Unë jam birë komunisti dhe atëherë unë s'duhet votoj Partinë Demokratike, që ti po më shpall armik. Po mirë, më Partia Komuniste ka pasur 122.000 antarë në vitin 90. Nga 2 fëmijë sikur të ketë pasur secili ti nuk i do 240.000 vota. Bëj edhe pa të 240.000 vota. Por ama ki një gjë parasysh. Kur deri dhe mban fjalime dhe thua do t'i thyejm hundët e ku diun çfarë thoshte ai, do t'i marrim zvarr. Edhe bindë komunistëve siç kemi marrë etërit, ose jep fjalën Sali Berishës, hajde ti doktor se ty të tremen më shumë, se ky është komunist. Tani nuk më komplekson do ti mua që unë ka pas babajin komunist me një kryetar komunist që e ke ti. Dhe retorika politike e zgjedhur. Partia Demokratike, nëse do të fitojë zgjedhjet, e para njëherë duhet bëhet e djathtë. E dyta duhet bëhet sovraniste dhe e hapur me shqiptarët. Ju zoti Plaka, si e shikoni prapë të njëjtën pyetje në aspektin sociologjik të shqiptarëve? Çfarë tregon kjo votë masive? 12 vjet në pushtet, plus 4 me një nga devizat kryesore do t'ju jap pasaportën evropiane dhe vetëm me Partinë Socialiste dhe Edi Ramën antarësojmë në Bashkimin Evropian, dhe kjo është okay, është zgjidhje taktik politike. Okej, për profilin sociologjik ndoshta duhet të ftoj njëri tjetër, po unë këtu mund të flas për pjesën politike. Edhe po e filloj në fakt nga ajo që e përmendi zoti Çipi, me retorikën konkretisht me zotin Ali Zoti, cilën e njoh dhe personalisht. Fakt, kuptohet që ishte një retorik e tepruar, duhet ushtruar kritik, sepse përveç të tjerave edhe si strategji është e gabuar, sepse ti po tenton ti je një parti populiste, me shtrirë gjërë në gjitha shtresat, dhe ti do tentosh të marrësh për te, le themi, militantëve të PD-s. S'është fare tabu, as frik dhe as turp, që ti të marrësh dhe votën e komunistëve, bile komunistëve kështu 500 karat, shku Madje është arritje. Që është shumë i suksesshëm. Fakt vetëm një felisë tani më kujtuar, se kam frikë se e harroj. Ti ke në listën e kandidatëve Ilir Metën që i puthi ballin Ramiz Alis kur vdiq. Edhe nuk e do votën time që kam qenë qytet studentë në dhjetor 90.
E qartë, është dhe diçka. Kemi Spanjën për shembull. Ka ndodhur një pajtim edhe atje ka pas diktaturë kahjes kundërt. Kemi Portugalinë, kemi vende tjera në Europë. Pra pajtimi ndodh, ne duhet rrim tani peng i një të shkuare që u bë tani kaluan më shumë se 3 dekada. Megjithëse unë kam punuar në një fondacion Adenauer, ku jemi marrë gjërësisht me trajtime të shkuarës diktatoriale, e posaçërisht saj tonë, shqiptarë, si ka qenë një nga më tegrat. Tani, besoj se është retorik paksa e tepruar, të vazhdojmë akoma mas 35 viteve, jo komunizmi, tjera. Unë mendoj që do ishte merit, madje nëse ti do t'i marrësh ca vota jo vetëm të majtëve, po të majtëve ekstrem, do quhesh i suksesshëm, pra për sa i përket retorikës. Nga ana tjetër, ndoshta s'jam fort dakord me zotin Qipi, sepse edhe ja njoh pikpamje, dhe nuk është puna se unë ndesha vetëm tani me këto pikpamje dhe pa pritur, unë e di shumë mirë çfarë përfaqëson, është një sovranist i vjetër, një linje pra të djathtës si pas parametrave europian ekstrem, po si pas parametrave amerikan, apo aktual amerikan, trumpist, është ajo që një linja trumpiste. Me ata identifikohet dhe zoti Qipi, i cili kuptohet në thirrjet e tij vazhdimisht, jo vetëm këtu. Ka bërë thirrje që PD-ja të shkojë në këtë drejtim. Unë them që PD-ja është antar e një familje të madhe që janë partitë europiane, është shumë e qartë se cilit spektër i përkasin. Ato janë partitë mëdha, popullore, me peshë, me traditë, kanë dhe ato luftën e brendshme midis dy krave, kraut të djathtë, kraut të majtë, i cili tenton t'i tërheqë sa më shumë nga qendra, apo t'i zbresi, si me thënë, sa më shumë poshtë. Dhe kjo është, le të themi, një luftë e vërtet ideologjike, shpeshherë bëhet underground, shpeshherë overground. Mendoj që PD-ja në këtë aspekt sigurisht që është paksa e paqartë, edhe ka qenë detyruar të jetë e tillë. Ndoshta do duhet të ishte më eksplicite, pra të ishte më e qartë siç thotë zoti Qipi. Se ka qenë e paqartë? Unë vetë nuk jam shumë dakord, sepse unë mendoj që PD-ja duhet vazhdojë ta ketë ardhmën në familjen e vet ku i takon që nga fillimi. Pra partitë popullore europiane. Ato kanë ato kornizat e veta. PD-ja thotë qartë që jemi antare të kësaj, antare krenare të kësaj familje të madhe. Nëse do të lëvizi ideologjikisht, atë mendoj që ose duhet të krijojë, si më thënë, shtratin për një parti të re, ose duhet dali nga antarësia në partitë popullore, ose duhet ndodhi një lëvizje tektonike shumë e fortë brenda grupimit të partive popullore, të cilat duhet ta pranojnë trumpizmin si rrymë. Po patjetër. Pra, dakord, Partia Demokratike është antare e Partisë Popullore Europiane. Si e pengon kjo Partinë Demokratike për të hapur dosjet e sigurimit që si ka hapur 34 vjet? Tani po dalim prapë te retorika. Jo, si ekstremi djathtë hapësh dosjet e sigurimit. Se ti the ta mbyllim, jo më nuk duhet të mbyllet debati për komunizmin. Po jo. Unë dua transparencë. Europa ka disa zakonizat përcaktuara me ato që quhet trajtimi i shkuarës diktatoriale. Po. Edhe mendoj që ka shembuj të mirë, por Shqipëria kuptohet ka ca veçanti për shkak edhe një lloj diktature shumë të veçantë. Sa që unë mend i thoja shefit tim kur kam qenë te Adenauri, nëse Shqipëria do ishte ashtu si si RDG-ja, DDR i thonë në gjermanisht, do isha bë dhe unë komunist. Dhe ai më kthye një moment të Armanta, domethënë ne kemi investuar në kuptimin, ke marrë disa bursa në Gjermani dhe s'kemi sjell tu që ti ta kthehesh komunist. Kuptohet, unë thash në një sens caktuar, pastaj e kuptoj edhe, okay, por që aq e ndryshme ishte diktatura këtu te ne, dhe aq e egër, aq e fortë, dhe mënyrat dhe represioni ishte aq i tillë që s'kishte krahasim fare. Po dakord, po pse kena kjo arsye për të mos hapur dosje? Jo, prandaj jo, edhe ne jemi vërtitur kjo që Shqipëria, me që ka qenë rasti veçantë, do bëjmë një ligj të veçantë dhe super të veçantë, apo do operojmë si Çekia? A do të bëjmë gjithë spionët në punë? I bëjmë për poste publike spionët, edhe retorikën e kërkojmë ke fëmijët e komunistëve. U bën çim fillim to, u bën gabimet çim fillim dhe po pse më çim fillim jep janë bërë sot gabime në fillim. Bëje sot më kërkoje sot hapjen e dosjeve. Pse se kërkon PD-ja sot hapjen e dosjeve? Mirë, ka gjë që do të fshen nga ato dosje? Patjetër. Është e vështirë, ka gisht i përdor. Si po që i përdor PS-ja, i përdor PD-ja. Unë jam marrë vetë me atë punë dhe kam arritur në përfundimin që e di se është puna pas kaq vitesh, e lem fare atë muhabet, do të kundërshtoj, pra je një linjë tjetër sepse them duhet të shohim përpara u konsumuai le të themi ato dekadat apo vitet e maturisë. Jo më zotërisë, jo më zotërisë, vlen fjalët e Migjenit këtu nga ato përfitoi shumë. I dashur, vlen fjalët e Migjenit me kufomën nuk bashkëtohet, se kufoma të qelbë. Ai që duhet nxjerr, duhet groposur ashtu siç i takon kufomës.
Po identifikoje njërë ku fomën. Po jo ta gjesh armikun ke unti. Tani, më falë po, diskutimi i ditës, pas 35 vite, zbesoj se kam betë tu puna. Ju mund të thash vetëm një që me justifikove me Partitë Popullore Europiane, të tregova një gjë, më e frytshme të merri me problemet ekonomisë, me problemet sociale me të cilat ky vend është i mbushur. Të dhash një indicje që provon që nuk e pengon Partia Popullore Europiane për dënd bëhet e djathtë. Po pse për kthimin e pronës kush e ka penguar? Partia Popullore Europiane? Po mi pra u bën ato hapat gabuar që në fillim. Në këtë sens e ka dhe zoti Çipi, pra kanë pasur mundësi për Shteti shqiptar akoma ka toka të lira për t'ia dhënë privatëve për koncesion. Investitorëve strategjik. Se s'u kthyen pronarit ato toka. Po i qartë pra, tash nuk ka ndodhur një ditë në 91-shin. Jo i dashur, lufta kundër pronarit nuk ka ndodhur një ditë të vetme kur është miratorë 1901. Lufta kundër pronarit ka 35 vjet që vazhdon. E qartë, më qartë ka pas një lloj urrëtie ndaj. Po e ka dhe PD-ja pra. Do argumenta të tjerë. Sigurisht se ka dhe ca, le themi, mendime që thonë PD dhe PS ndajnë të njëjtin mendim për sa i përket këtyre. Do ta rimarim argumentin. E pra, ja prandaj jam sovranistun, prandaj jam trumpist. Okej. Se qendra e mbajtur është bashkë me qendrën e djathtë. Është i qartë. Ja njësoj. Ne, zoti Plaku, zoti Çipi, do ta marrim prap diskutimi se dua të bëjmë edhe disa analiza të shifrave pse jo, sa i takon mandateve, votave, edhe eksponentëve të caktuar që pritet merrni një numër të caktuar votash, ndoshta ka vota zgënjyese. Jemi përsëri në diskutimin e situatës postzgjedhore, rezultateve 95% e kutive të votimit e qendrave të votimit tashmë janë lexuar, 82 mandate është rezultati Partisë Socialiste, 52 Partia Demokratike, 3 Partia Socialdemokrate, të paktën deri tani dhe nga disa nga partitë e vogla. Po si shpjegohet për shembull që opozita si kanë rrjedhur jo pak, por 250.000 vota, pra ka marrë 250.000 vota më pak se sa 4 vite më parë. Dhe pse ka krijuar kaq shumë pakënaqësia Partia Demokratike? Zoti Plaku. Po pra, kjo ishte të themi risia apo çudia e radhës, sepse ka goxha rrjedhje. Një pjesë të fajit ja vëmë edhe vetë kodit. Po, e tha zoti Çipi që në fillim. I cili nëse do ishte në parametra të tjerë, apo do interpretohen ndryshe, nuk do kishim të rrjedhje. Sepse nga ana tjetër u bëri padrejtësi shumë e madhe partive të vogla, të cilat nga ana e tyre i morën vota PD-s, po që shkuan kot. Në krahun tjetër shkuan për krahun tjetër. Mendoj nga ana tjetër politikisht pastaj është ndoshta adresimi i gabuar në disa çaste, në disa momente gjatë fushatës, megjithëse programi nuk është se kishte të keq PD-ja, por ndoshta një pjesë e elektoratit kuptoi se kemi të bëjmë thjesht me një lloj butaforie elektorale, që ta lejon sidomos kur je në pozitë, që ti bësh premtime bombastike, megjithëse pjesa më e madhe e hartuar nga PD-ja, e kopsitur në programin e saj, ishin realiste, jo të fryera, po kishte edhe momente që kishte të fryera, premtime që, po sikurse tash ta lejon situata në një. Ndërkohë, e kundërta ndolli me PS-n, zgjolli të mos artikuloj, mos flitej shumë, megjithëse jam kundër atyre që thonë s'kishte PS-ja programi u lançuaj që ditën e parë të fushatës. Por nga ana tjetër, gjatë gjithë fushatës nuk u fol fare për një program të PS-s, dhe aq më tepër u mundua shumë PS-ja të tërhiqej nga llogaridhënia. Ishte një lloj urdhri i zbatuar në mënyrë të përpikt nga gjithë vektorët, pra urdhër vertikal i zbatuar deri poshtë, në mënyrë që të shmangej debati për ato që mund të quhet llogaridhënie për jo vetëm mandatin e fundit, por të 3 mandatet që tashmë kaluan, se fillon mandati i ri. Ndërkohë, një lloj reagimi pati sigurisht edhe për ato që ndolli brenda gjirit PD-s me ato që mund të quhet zhvillimet brendshme, pra me primaret, sepse unë e kuptoj që hartimi i listave jo domosdoshmërisht do të shprehte rezultatin e primarëve, të cilat i do i merre siç ishin dhe copy-paste do i përktheje në lista. Jo, sigurisht që hartimi i listave është një lloj miksture midis ndërhyrjes së leadershipit, interesave politike, janë ca qokave që i bën aleatëve, që PD-ja i ka bërë gjithmonë, që nga Mediu deri ke të rast vetëm Dashej nuk përfitoi nga kjo, të rast. Të rallë, se gjithë rrafet tjera do kanë qenë bashkë grup deri. Edhe Luli humbur del me 7.000 vota. Por pakënaqësitë që shkaktuan pra listat dhe fakti që u zhbën primaret, ishte një premtim i foltorës, po i cili më tepër hëngri kohën kot, se sa vleti për gjë. Kjo lloj hallakatje solli edhe një lloj pështjellimi në radhët e militantëve, të cilët në shumë raste ngelen të pakënaqur, për shembull mbaj parasysh rastin e Atit Kavajës,
e të tjerët, zonjës Tabaku, zotit Ilir Ali Mehmeti, të cilët do dështë të thyenin kokën në listat e hapura dhe kanë punuar realisht fort, ndërkohë që pse këto të tjerët listave të mbyllura na qekan burra dhe gra më të mira se këto të listave të hapura, ndërkohë që ne pam aty eksponent shumë të mirë, figura shumë mirë, të cilët mbetën këtej. Kuptohet që ja mundson, do thoni, kodi këtë, po kodin vete kanë mbjell, vete kanë atë brum, vete kanë gatuar, dhe të gjitha këto, se janë shumë aspekte, të gjitha këto solën atë që solën. Nga ana tjetër, vetë vota e diasporës, se arruam të përmendim tu, se flasim për shqiptarët brenda, po ishte dhe vota e diasporës e cila në fakt ishte një risi, i cili ka kushtuar shumë, në fakt taksa paguese dhe buxheti shqiptar, në duke e menaxhuar mirë, por në aspekt strategjik ishte një bumerang për PD-n. Po të shohësh vota e diasporës doli katastrofe vërtet kundra PD-s. Mendosh që ishte një thirrje e kahershme jo vetëm e PD-s, po edhe shoqërisë civile, e partive të vogla, dhe çfarë pam që vota e diasporës masivisht ishte orientuar gati 1-2 për PS-n. Fatkeqësi tjetër ishte, nëse do më lejoni, po edhe për partitë e vogla, partitë e vogla realisht prisnin më shumë, megjithëse unë e pash që ke sondazhet kishin një lloj tullumbace e pabesueshme, aty u pa që pse nuk frymëzuan partitë e vogla? Partitë e reja më saktë. Ndoshta Po, zoti Gjipi, pse nuk frymëzuan? Sepse entuziazmi ishte shumë i madh. Pritshmëritë të paktën ajo që ata përcillnin në publike dhe nëpër media ishte shumë e madhe. Pritshmëritë e tyre ishin shumë të mëdha. Rezultatet folën ndryshe. Shikon, në çdo palëzgjedhje ne shohim që sondazhet u japin partive të vogla më shumë vota se sa ata realisht marrin ditën e zgjedhjeve. Kjo ndodh sepse sado dëshirë kanë njerëzit për të përkrahur nisma të reja, për ta ndryshuar fushën e shallët politik, kur vjen dita e zgjedhjeve, votuesi fillon të bëhet racional dhe thot po mos më ikën kot vota, sepse e kanë parë këtë punë. Që votat e partive të vogla që nuk përkthehen në mandate për ato parti, përkthehen në mandate për ato që fiton. Në këtë rast Ramës. Tani unë nuk mund hyj të bëj këtë aventurë që edhe dua ndryshim, dua të rrezoj Ramën, edhe t'ja jap votën një parti të vogël që nuk e rrezon dot Ramën, përkundërzi ja fuqizon, ja çimenton pozitat. Kjo është gjëja e parë. Gjëja e dytë është që u treguan shumë refraktare me opozitën. Të gjitha partitë e vogla në blok thonë nuk bëjmë koalicion me PD-n, jo me Berishën. Se e thash në pjesën e parë këtë. E kuptoj që të kërkosh kusht Berisha jo. Po jo nuk mund të thuash ti jo PD-ja. Me këtë ta bësh qeverinë ti. E bëni dot ju të gjithë bashkë qeverinë, nuk e bëni dot. Atëherë si mund të jesh kaq arrogant dhe të thosh unë nuk bëj koalicion me PD-n pas zgjedhjeve? Sepse prandaj akuzoj të dy palët për arrogancë. PD-ja që ngul të këmbë Berisha o s'ka, dhe këta që thonë edhe me Berishën, dhe pa Berishën ne s'u japim votën. Po ju gjysma juaj nuk keni votuar kurrë. S'keni hyrë kurrë zgjedhje, ç'është kjo arrogancë do përcaktoni ju kush do bëj qeverinë? Arsye tjetër që kjo lidhet ngushtësisht me mua, e pranoj definicionin që më jep kolegu Plaka që më thot trampist. Asnjë nga ato parti nuk është trampiste. Pse do motivohesha unë për të votuar ndonjërin prej këtyre partive, kur qartazi janë të gjitha partitë qendrës? Për mua nuk ka më qendër të majtë e qendër të djathtë, ka vetëm qendër, dhe qendër është PS-ja, qendër është PD-ja, qendër është janë dhe 9 partitë e tjera që ishin në garë. Kështu që kur vjen puna po të them votën time, unë e thjesht fare, unë detyrova të votoj Partinë Demokratike, nuk doja ta votoja. Unë detyrova ta votoj. Dhe thash të paktën u uroj të fitoj Muslim Murrizi që i kam dhënë votën preferenciale. Nëse s'fiton as Muslim Murrizi, do jem të merrsisht i zgënjur nga këtë zgjedhje. Dhe meqense flasim për votat, për shembull, zoti Ilir Meta, ish president, ish kryeministër, aktualisht në burg, kryetari i Partisë së Lirisë, ka marrë vetëm 480 vota deri tani. Si e lexoni këtë rezultat? Nuk e di sa vota preferenciale janë numëruar. Nuk e di. Të paktën nga të dhënat e deri tanishme flasë, sepse rezultati mund të ndryshojë. Po nuk e di, duhet të shoh se si kanë dalë të tjerët, po unë lexova status të një antarit të LSI-s, domethënë të Partisë së Lirisë që quhet tani, që i bënte thirrje 2 deputetëve në listën e sigurt, që të mos gabojan Erisa Xhixho dhe Tedi Blushi. Po. U bënte thirrje që për Tiranën apo jo? Po, që të heqin dorë nga mandati me idenë që mua më duk racionale që nuk keni kontribuar, nuk ka kontribuar kjo parti nuk ka më votat vetat, janë votat e Partisë Demokratike dhe s'mund shkoni ju me votat e Partisë Demokratike në parlament. Me votat e Partisë Demokratike. Në fakt kjo vlen për të gjithë ata që janë listat mbyllura që e dinë se sa u vlen lëkura, se nuk është se nuk e dinë. E dinë. Tani ju më thoni që
ka marrë kaq pak vota Ilir Meta, unë nuk çuditem tek e fundit, ai është një figurë në rënje. Se s'është vetëm burgu, kishte filluar rënja më herët. Vërtet, LSI u diskriminuat egër nga sistemi para 4 vjetësh, me 107.000 vota bëri vetëm 4 mandate deputeti, një skandal. Që në zgjedhjet tjera ka prodhuar po e thyrën vetëm Nisma Thurje tani me 52.000 vota mandati, ata e kishin 27.000 vota mandati, por ato 220.000 që ka marrë dikur s'kishte për ta marrë më. Domethënë ajo parti po shkon sepse edhe ajo ka bërë lojrat e veta. Edhe ajo është hequr njerë libertariane, trampiste, sovraniste, pastaj takim me Alex Sorosin në zyrë, nuk shkojnë gjitha këto. Nuk harron njeriu kaq kollaj elektorati, nuk ti harron ato pirueta që ke bërë. Mendoni që ka një lodhje të elektoratit opozitar nga një retorik që perceptohet si e përsëritur, pa vizion, pa të ardhme, pa diçka ndryshe nga ajo që është ofruar të paktën këto 12 vjet? Sigurisht që ka. Dhe kjo u reflektua pastaj në këtë rezultat që kemi sot. Sigurisht që ka, po mendoj tash më shumë për pjesën e atij që mund quhet elektorati gri, sepse militantët do vazhdojnë ta ndjekin verbalisht partinë e tyre ose besimin e tyre politik, aty nuk ka rrjedhje PD-ja. Problemi është që ka bjerrje të madhe të një pjesë e cila do duhet votonte PD-n ose perceptohet si e tillë, apo dhe aleatët. Ndërkohë që sikurse thash, terrenin që duhet ta zinin këto e zum partit e vogla, sigurisht jo me në atë masë që pretendojnë ato, se filloi edhe në gjirin e partive të vogla një lloj gare gjatë sondazheve, duke na shitur veten si sigur do ishin, domethënë, le të themi zgjidhja perfekte e momentit, të cilat do bënin atë përmbysjen që ne se kishim parë për 35 vite. Mirë, po nuk pa asgjë të tillë. Nga ana tjetër, sigurisht që e përshëndes futjen në parlament të paktën të 3 elementeve nga partitë e reja, 3, ndoshta edhe 4, se pritet edhe 1-2 ndoshta nga zoti Shehaj, nga partia e zotit Shehaj, sepse sikurse e tham që parë, e tham më parë që kryetarokracia bën që ne të identifikojmë edhe në mënyrë automatike grupimet politike direkt me kryetarët e tyre. Ai sa shpeshherë nuk e dim kush është dyshi, kush janë për shembull e keni vënë re ju? Që ne s'po dim tani, a kanë kryesi këto parti, a s'kanë kryesi, çfarë parashikon strukturat të tjera, aktivitet virtual, nuk e di tani. Okej, mirë. Dhe sikurse thash, janë shumë faktorë, po mos harrojmë dhe ato të tjerë të krahut tjetër, pra të gjithë mundësitë që ka një pushtet, një omni pushtet, pra i cili përveç mundësive që ka dhe atë që është një lloj pushteti i fshehur, pra potencën që ka çdo pushtet, hijen e rëndë që ka çdo pushtet, aq më tepër pushtet që zgjat ndër vite, cili ka një lloj pushteti të fshehur ndaj gjithë votuesve, është një lloj këmbane që i rri sipër mbi kokë çdo votuesi. Apo ja. Sa ndikim ka patur vota e diasporës në këtë zgjedhje? Dhe a duhet kishte pjesëmarrje më të madhe të diasporës në këtë zgjedhje? Flas ata të cilët kishin dokumenta, kishin një adresë të identifikueshme dhe gjitha kriteret që përcaktonte kodi zgjedhor për të marrë pjesë në zgjedhje. Unë nuk e di sa vetë klasifikoheshin për ta pasur të drejtën për të votuar në diasporë, di që nga ata që e kanë bërë kërkesën dhe i ka pranuar sistemi, i ka regjistruar, rreth 20% nuk e kanë kthyer zarfin. Pra na kanë harxuar parat kot, i kemi çuar zarfin me DHL dhe ata nuk e kanë kthyer. Mirë do të ishte sigurisht që të kishte të votonte çdo shqiptar kudo që është, jo vetëm diasporë. Unë kam qenë kundër votimit me postë, vazhdoj të jem kundër votimit me postë. Pse? Mendoni që ka manipulim të votës, deformim të saj, votim familjar, intimidim? Të gjitha bashkë. E para, vota në diasporë nuk është votë sekrete. E dyta, mund të jetë votë familjare. Në mos familjare mund të ketë probleme të tjera e votë, mund të kërcënohet nga një njeri që ti është jashtë jurisdiksionit tënd, po mirë jashtë vëzhgimit tënd. Po s'ke jurisdiksion as ta kapësh. Nëse dikush ka ushtruar dhunë dhe i ka thënë atij ma trego votën tënde kur ta futësh në zarf. Plus kësaj, unë jam kundër votës së diasporës për fakt votës kështu siç është, të kuptohemi me postë, jo kundër votës diasporës. Sepse Timur Zotri që kërkon të drejtën e votës, e ketë drejtën e votës, po kërkon privilegjin e votës që të votosh në komfortin e shtëpisë tënde. Unë që jetoj në Tiranë dhe ndodhem në Durrës për një arsye madhore, ditën e zgjedhjeve, pse s'duhet votoj? Pra, si zgjidhej kjo punë? Unë e kam thënë gjithmonë.
Saktoj një zonë të veçantë, në rrymë kushtetut, saktoj një zonë apo disa zona për votën e diasporës. Të mos përzihet me votat tona. Janë 120, pra po thoni 15 i përcakton në për konsulata vota për diasporën. Jo. Si? Dhe për këtë ja të them unë. Qendër votimi në çdo pikë kufitare. Okej. I numëroj votat 365 ditë në 4 vjet. Dhe nxjerr 15 deputetët e diasporës. Hajde voto fizikisht në Shqipëri. Vëre një vull në pasaport. Harxoj 30 euro në Shqipëri. Ta shikosh me sy të tu si është Shqipëria para se të votosh. Jo të votosh ti duke parë Big Brother apo përputhen atje ku jeton ti, edhe më thush kjo është Shqipëria dhe po ja jap votën këtij. Dhe unë që flas kështu, në këtë moment që flas kam një motër antare të vetme të familjes madhe në emigracion që nuk votoi dhe një djalë që ka fituar drejtën e votimit që nuk votoi, që jeton ai në emigracion. Që ata vjen rregullisht në Shqipëri, po ka njerëz që nuk shkelin me vite. Për të mos thënë që ligjërisht e drejta e votës i takon edhe njerit që ka lindur ose ka ikur 5 vjeç nga Shqipëria dhe nuk di shqip, dhe jeton në Amerikë dhe s'ka qenë kurrë në Shqipëri nga 15 deri 20 vjeç. Sepse është shtetet shqiptar. Çfarë përgjegjësi e ka ai? Çi duhet atij për qeveri që vuajë? Ndoshta mendoj në varg të kësaj. Mendoj që vota e diasporës duhet llogaritur në rang kombëtar, pra mund të liheshin 5 mandate apo 15 si sot i Çipi, por jo të ndara në qarqe. Nga ana tjetër, duhet shtuar, se u pa edhe këtu brenda, akoma vazhdojmë si para 4 vjetëve ishte risi, s'po flas identifikimi elektronik, digital, por votimi elektronik. Duhet kishte evoluar. Sa patëm tani? Vora edhe njësia 10. Po. Vora dhe njësia 10, ndërkohë që duhet kishim evoluar. Që nuk është era e parë që aplikohet, është era e tretë. Sepse teknologjia po ecën me hapa të papar. Ne trapistëm një kundër edhe votimit elektronik edhe votimit në post. Okej. Megjithatë, mendoj që janë dy risi, mund të amendohet ligji, mund të shihen dhe mundësitë tjera për zgjedhje të tjera tashmë se këto ikën. Dhe, po sikur se e thash dhe gjë parë, vota e diasporës çuditërisht u kthyen në lloj bumerangu për PD-n dhe aleatat e saj dhe partitë e vogla, të cilat bërtisin aq shumë për votën e diasporës. E mbani ju mend ç'bënte zoti Lapaj e tjetër nga partitë e vogla sidomos, edhe pastaj PD-ja, se edhe PD-ja nuk ishte aq e artikuluar, por sidomos shoqëria civile dhe partitë e vogla. Dhe ju kthyer në një bumerang, do ishte është një turp i vërtet, pra që kështu siç ka dalë, nëse dalin probleme pastaj që diaspora në mënyrë po pse me votim elektronik plebiscitare ose publicitare si shumë një eksponent i njohur i PS-s, votoi PS-n. Ai fenomeni natyror. Si e shikoni pyetja e fundit, qeverinë e ardhshme, Rama, në shtator? Do të ketë emra të rinj nga emrat që u zgjodhen në pjesë të rëndësishme të kabinetit qeveritar? Shiko, unë po i hidhe një sy tani nga që më thatë për Ilir Metën, po i hidhe një sy votës preferenciale në qarkun e Tiranës. E cila është? Dhe më duket shumë interesante vota për Partinë Socialiste, sepse disa ministre, më saktë, do të ngelen jashtë. Zonja? Zonja, po, sepse janë në listë hapur dhe kanë pak vota. Mund të përmendim emra? Pa tjetër, s'kompleksohet me askushun. Pra, janë informacione publike, kështu që kemi Klotilda Bushkën, që është e përfolur për sa gjëra jo fort të ndershme dhe të në rastin Velia Exoza. Po. Zonja Kodeli. Kemi Lirina Gjulametin që s'ka qenë ministre, po ka qenë funksionare e lartë e partisë, që do jetë jashtë. Kemi Tilda Gjonajn. Ish ministre e drejtësisë. Kemi Olta Xhaçkën. Kemi Mini Kodelin. Ermonela Felaj, që gjitha këto ngelen jashtë parlamentit. Si do jetë qeveria ardhshme, pa këto. A mund të jenë këta peshqit e vegjël që do hajnë spaku në shtator? Po, mundet. Rama këtë e dojë, për mendimin tim. Këtë do vazhdoj. Këtë strategji që ka bërë? Të fut në qeveri, të përdorë pas 4 vjetësh, të qonë spakun të dera shtëpisë, edhe thot, ka ngrënë darda mbrapa shtëpisë time, unë nuk dija gjë. Dhe prap nisur nga shifrat e votës preferenciale në Tiranë, ja ku po ju them që Blendi Gonçë do jetë kandidati për Bashkinë e Tiranës. Unë do ta pyes, do ta kem vetëm pas 10 minutash zoti Ngonxha në një lidhje të drejtë për drejtë me Skype për të mësuar gjithçka, edhe sa i takon fitores, po edhe pse jo edhe këtë pyetje. Ka 4 muaj që ka bllokuar projektet në ministrinë e vet, nuk ka akordon asnjë projekt. Ka shpallur thirrje projektish, me sa duket i duan parat për fushat.
Do ta diskutojmë. Si e mendoni konfigurimin? E mendoj që spari me që po e filloj këtë nga fundi me zotin Gonxhe. Ajo superministri, besoj që do shkrihet, do shpërbëhet në 2-3 ministri tjera, sepse pa mundur që kultura të vazhdoj të jetë e shkrirë në një ministri me ekonominë e tjera. Por, kjo ka ndikuar sigurisht në rritjen e profilit politik të zotit Gonxhe, i cili siç diskutohet, siç dëgjojmë nga fashethemet, është kandidati kryesor nesër për atë që tha dhe zoti Çipi. U pa edhe nga vota apo roli që luajti në zgjedhjet e fundit, bashkë me 2-3 element tjerë të PS-s, të cilat janë makinat vërteta elektorale. Po, jo është një mundësi, super mundësi që e pikërisht posti i tij aq i madh vendolli aty edhe afërsia me lidhja direkte apo perceptimi për një lidhje shortcut pra direkt me kryeministrin Rama. Nga ana tjetër mendoj që zoti Rama për te atyre profileve të zonjave që përmendi zoti Çipi, do vijoj me në thojza ato risit duke si figura të reja, të pa konsumuara politikisht, ndoshta. Femrash dhe zonjash, më falni, se tashmë përmban shpesh në një konotacion negativ kjo fjalë. Zonjusha. Bile unë po e nisë në gjermanisht për shembull dhe kanë hequr fjalën zonjush, se përmban konotacion negativ. Nuk lejon ta përdorë. E një gjua gjermane, Fräulein, po ka një konotacion negativ. Frau, edhe janë në rregull. Okej. Për ta mbyllur. Okej, jo, që njeriu edhe vetë korrigjohet. Sigurisht. Ndjes sepse unë po mendoja për zonjat, pra nuk kisha në atë kuptimin e keq. Dhe zoti Rama shquhet për këtë lloj trendi. Madje e mendoj si diçka shumë pozitive, futjen në listat të elementeve shumë të rinj, në vendet sigurta, e cila ndodhi fare papritur, ndërkohë që PD-ja bënte llogaritë që ky do bëj kështu, do bëj ashtu, ndërkohë ishte edhe risie, një lloj gjetje për cilat shquhet zoti Rama. I duhet njohur kjo lloj merite. Po kështu vazhdon siç bëri me listat, kështu do vazhdo edhe në formësimin e kabinetit të ri. Do kemi plot emra të rinj, të reja, cilat pastaj punë tjetër pastaj se deri kur edhe sa i përdorej. Do kemi kohë për t'i komentuar. Ka gjithë drejtën e vet si shefi ekzekutivit, pastaj kuptohet. Kuptohet. Faleminderit zoti Plaku, zoti Çipi, faleminderit që ishit në studio.